Të dashur miq, selam aleikum, takohemi sot në datën 1 nëntor i vitit 2025. Sot me kolegun tim, zotin Xhafer Sadiku, jemi mbledhur që të bisedojmë në lidhje me vdekjen që i ka ndodhur dje në datën 31 tetor Fatos Nanos. Lajmi i vdekjes së Fatos Nanos, por juve që ndiqni mediat në Shqipëri, ka bllokuar faqet e portaleve dhe mediave, ku të gjithë palët e politikës, që nga Edi Rama deri te Sali Berisha, po vajtojnë vdekjen e Nanos, edhe pse sa ishin në politikë, që të dy e kishin armik dhe donin sa më larg syve dhe politikës në mos edhe në burg. Unë me Fatos Nanon kam ardhur pak a shumë në dieni në vitin 1993, pra bëhet fjalë rreth 32 vite më herët, kur isha në gjimnazin Myslim Keta në Kombinat në Tiranë. Në atë kohë shumë nga mësuesit e mi në shkollën e mesme ishin ish komunist, dhe i mbaj mend si tani se si atëherë shkonin në thelin e Partisë së Punës, Partisë Socialiste, dhe protestonin për lirimin e Fatos Nanos. Këtu domethënë isha shumë i ri në atë kohë, kam qenë ndoshta 17-18 vjeç, edhe u hapisja me shpresa dhe devocionin që kishin mësuesit e mi komunist ndaj Fatos Nanos. Viti 93 ishte 2 vite pasi ishte përmbysur regjimi i Ramiz Alis, dhe shqiptarët ishin të lumtur që më në fund u kishte ardhur liria dhe mund të bridhnin botën, mund shkonin në Greqi, në Itali, mund të blenin gjëra që ishin mohuar në kohën e komunizmit, dhe mbi të gjitha njerëzve i kishte ardhur mbrapa liria. Dhe në atë kohë regjimi i Berishës shihej si shpëtimtar për shqiptarët, nga që Berisha, si njeri instaluar në pushtet nga amerikanët, ishte bërë pak a shumë simboli i lirive që shqiptarët kishin fituar në këtë kohë. Por në anën tjetër, duke qenë se në kombinatin e tekstileve Stalin, ku unë u rrita në Tiranë, por veç klasës së punëtorëve, dhe unë vija nga një familje punëtorësh, ishte kjo klasa e këtyre elitave komuniste, që nga drejtorët e shkollave, drejtorët e frontit, drejtori i frontit për kombinatin ka qenë babai i Erion Braçës, ishin këta paraqikët e nomenklaturës komuniste, të cilët e vajtonin rënien e komunizmit, por nuk ishin çfarë bënin, sepse ishte val rënja e komunizmit që erdhi në gjithë Evropën lindore, që nga Jelcini në Rusi e deri te vrasja e Ceaușescu që ndodhi në Rumani. Në vitin 1991, nëse s'jam gabim, kur është rrëzuar busti i Enver Hoxhës, busti u rrëzua në 91-shin Xhafer, apo jo? Apo në Unë kam qenë në shesh në atë kohë dhe kam marrë pjesë në rrëzimin e bustit, kam marrë pjesë edhe në thyerjen e ambasadave, biles edhe kam hyrë në ambasadën gjermane, dhe e mbaj mend urrëtitjen popullore që kishte populli ndaj komunistëve, që më pas u bën socialist, edhe figurës së Fatos Nanos. Por mbaj mend si tani që disa nga mësuesit e mi në shkollën Myslim Keta, që ishin komunistë dhe enverist, që po shikonin shkatrimin e ekonomisë vendit, se domethënë me rënien e komunizmit ndodhi edhe shkatrimi uzinave, fabrikave, kombinateve të tjerë, kishin shpresë që Fatos Nano, që regjimi i Berishës e burgosin atë kohë,
do dilte nga burgu dhe do drejtonte Partinë Socialiste dhe do rindërtonte Shqipërinë, do kthente atë Shqipërinë e Enver Hoxhës. Dhe më pas, miq, sikur ju e dini, në vitin 97 ndodhi lufta civile në Shqipëri me skemat piramidale, do kemi thyrjen e burgjeve, ku edhe Fatosnano, i cili në atë kohë u dënua për korrupsion, për vjedhjen e ndihmave italiane, do të thyej burgun së bashku me një grup kriminalësh dhe do të dali nga burgu. Fatosnano ka vuajtur dënimin e tij në burgun 313 në Tiranë dhe më pas në Benç të Tepelenës, ku kaloi kohë me hajdutur dhe bandit të keq njohur sikur Nehat Kulla, Feris Kernaja, apo kur doli më pas Nano me shoqërinë e burgut u misua dhe me bandit tjerë sikur Zan Çavushi e tjerë. Dhe dalja e Nanos nga burgu në 97-ën ishte pak a shumë pjesë e grushtit shtetit që amerikanët bën kundër demokratëve në atë kohë, ku amerikanët u penduan që sollën këto shtresat e përmbysura të ish kulakëve e tjerë në pushtet, dhe në 97-ën, si pasojë edhe planeve të tyre për luftën në Kosovë, amerikanët risollën përsëri socialistët. Tani me ardhjen e socialistëve do kemi Nanon që do bëhet kryeministër i Shqipërisë nga korriku deri në 97 deri në shtator 1998. Më pas do zëvendësohet nga bullgari Pandeli Majko, nga Ilir Meta, nga Majko përsëri, për të zëvendësuar nga Nano nga viti 2002 deri në 2005. Por Fatosnano, ndryshe nga ndërronin ata mësuesit e mi të shkollës mesme, që e shikonin si një person që do i sjellte dinjitetin Shqipërisë, do forconte shtetin e tjerë, kur del nga burgu në 97-ën, bëhet simboli krimit i dhunës, i urrejtjes kundër shqiptarëve musliman, dhe unë që kthehem në Shqipëri nga Malajzia në vitin 2003, nga 2003 në 2005 e kam ndjerë mbi kurrizin tim dhunën e sistemit të Fatosnanos. Sot jam këtu me mikun tim Xhafer Sadiku, një i persekutuar, një person që e ka vuajtur edhe gjithashtu në kurriz persekutimin komunist, dhe një person që e ka dëshmuar vetë dhunën e socialistëve dhe të komunistëve. E thrita Xhaferin pas një 2-3 telefonatës që pata me atë, nga që po më hikën truni, miq, po shoh të gjitha portalet që nga syri i Sali Berishës e deri te Balkan Webi e çfarë janë, të gjitha duke glorifikuar vdekjen e një personi që ka qenë nga njerëzit më të urryer në Shqipërinë e viteve 90 dhe 2000. Pa e zgjatur më shumë, po ja jap fjalën zotit Sadiku, nga që jam shumë i revoltuar dhe kemi shumë për të folur, dhe i thash Xhafer, duhet jemi tashpër sepse po më ikën truni me mediat e Tiranës. Xhafer, më sqaro një herë çfarë ndodh në Tiranë, se ka gjithë të servilizëm. Dgjoj, ule pak kamerën, e kishe shumë mirë se nuk të shoh. Aty mbar. Je shumë mirë. Po, përshëndetje Ursi. Ajo që po ndodh në Tiranë, ju e thatë pak a shumë se çfarë është Shqipëria e sotme, ka ndryshuar në raport me kohën ku ka qenë Nano në pushtet, dhe madje edhe para 12 vjet më parë. Krahasuar me 12 vjet më parë kur morën pushtetin socialistët, kur rimorën për të disa të herë socialistët pushtetin, Shqipëria tani ka ndryshuar, siç e thatë dhe ju vetë. Këtu ka një censur të qartë fare për sa i përket mediave, qoftë televizionit, radio shtetërore, televizioni shtetëror, po dhe televizionet private. Ti nuk mund të dalësh, të paktën unë flas nga pozicioni që kam unë vetë, tu nuk mund të ftohesh në televizion nëse nuk je njeri i klaneve
që kanë pushtetin dhe opozitën. Sepse duhet të flasësh me gjuhën e tyre, duhet të flasësh me idetë e tyre, dhe duhet të heshtësh për ato që nuk duhet t'i din të tjerët, nuk duhet t'i di populli, nuk duhet t'i din njerëzit e thjeshtë të popullit që nuk kanë mundësi as të flasin, nuk kanë mundësi dhe as të se ku të flasin. Në këtë kuadër, dhe unë kam parë këto, jo vetëm në rastin e Nanos, tani përtej keqardhje si njeri, sepse është njeri shqiptar dhe edhe unë më vjen keq që kur largohet nga jeta njeri është keqardhje, jo vetëm për familjen, për njerëzit e të afërt, po edhe për ne të tjerët që jetojmë në këtë vend, që kemi shumë gjëra të përbashkëta, edhe pse kemi jetë të ndryshme, fate të ndryshme dhe të ardhme të ndryshme, fëmijët tanë kanë të ardhme ndryshme për shkak të diferencimeve të pamerituara që janë bërë në Shqipëri këto 80 vjet. Çfarë desha thosha për ajo që vret në Tiranën e sotme. Kur ndrojnë jetë, kur largojnë nga jeta zyrtarët, zyrtar, jo vetëm zyrtar, po dhe figura të sëmajtës komuniste, që nga viti 1941 deri më sot. E majta ka ndikon, jo ndikon, po sundon mbi Shqipërinë, sundon në mendimin politik, sundon në ekonomi, sundon në ekzekutiv, sundon në gjyqësor, sundon në të gjitha nivelet e shoqërisë dhe në të gjitha strukturat e shtetit shqiptar. Shteti shqiptar, që praktikisht ne e quajmë se është një shtet demokratik, në vetvete shteti, nëse doni të dini se nga dallohet, u them për ata që na shikojnë, se ku dallohet karakteri i shtetit shikohet tek administrata. Nëse ju do të shikoni administratën shqiptare sot, është shumë, që në kohën e Patosllanos, po do të themi pak aty, është më e politizuar se në kohën e Enver Hoxhës. Nëse Enver Hoxha e mbante në një nivel 80% administratës duhet ishin komunistë, antarë të Partisë Punës Shqipërisë, atëherë në kohën e Patosllanos dhe tani në kohën e Edi Ramës, ky niveli ka kaluar 85%. Janë të gjithë komunistë, socialistë që quhen për shumë, por janë në fakt janë komunistë, s'kan vje fare këta me socialistët, janë patronazhistë që nuk kanë asnjë lidhje me socialistët, por janë me ide socialiste sepse këta kanë diferencimet ideologjike ne dhe ata. Tani të kthehemi te Patosllano. Mbaj mend që në vitin 1992 unë i përkatësatoj njerëzve që nuk u jepte as regjimi komunist, nuk u jepte shkollën çfarëdo rrethana që të ndryshonin. Në asnjë mënyrë ne nuk kishim të drejtën të vazhdonim shkollën e lartë. Sepse edhe vetë diferencimi brenda radhave të persekutuarve ka qenë i shkallëzuar, domethënë ka qenë ata që kanë qenë shtesa më goditur, ka qenë kulakët e kategorisë parë, që nuk kishin asnjë të drejtë. Dhe të tjerë pastaj me radhë, varësisht nga këto diferencim, kishte edhe qasjen në raport me shoqërinë, në raport me pushtetin dhe në raport me shtetin. Tani në atë kohë, Patosllano, siç e thatë ju që e futën në varës tua atje, erdhi në 97. Ajo që mbaj mend unë, ajo që duhet theksuar për të gjithë ata që dinë, nuk është problemi se po e nderojnë një ish-kryeministër që po largohet nga jeta dhe kjo është normale. Deri këtu është normale. Problemi që nuk është normale me opozitën, me këta që janë të opozitës, me median që pretendon se është opozitare, është ajo tjera kur thonë që është reformator. Kryeministri thonë reformator. Ky është fyerja më e madhe që mund të bëhet kujtimit aty njerëzve që kanë vuajtur dhe janë sakrifikuar dhe kanë vdekur pa parë lirinë. Kujtimit atyre që janë vrarë nga 91-shi edhe deri në 97, edhe deri më mbrapa në kohën që ka qenë Patosllano. Pse? Sepse Partia Socialiste, Partia Punës së Shqipërisë, përkatësisht Partia Komuniste e Shqipërisë, në Kongresin e Qershorit 1991 nuk ka bërë ndonjë deklaratë që të denonconte luftën e klasave dhe vijën e masave, dy armët kriminale
dy armët kriminale që kanë masakruar shoqërinë shqiptare, që kanë kriminalizuar shoqërinë shqiptare. Është lufta e klasave dhe vija e masave. Asnjëra nga këto nuk është denoncuar as në kongresin e parë, kongresin e 10 të Partisë Punë Shqipërisë, që u quajtur kongresi i parë i themelimit socialiste. As nga Fatosllano, se pak nga Fatosllano, sepse ky ishte që pretendoi se ishte liberal. Nuk e kanë denoncuar, duke mos denoncuar, duke mos i njohur krimet e komunizmit. Se nëse akti i parë që duhet bërë, duhet të njihte krimet e komunizmit, duhet të njihen krimet e komunizmit, duhet të distancohen nga ato krime, duhet të kërkonte të falur viktimave. Fatosllano, që ditën e parë që ishte kryetari i Partisë Socialiste, dhe deri ditën e fundit që ka qenë kryetari i Partisë Socialiste, nuk ka kërkuar asnjëherë falje për krimet që ka bërë partia e tij kundër shqiptarëve. Asnjëherë nuk ka kërkuar falje. E para. E dyta, Fatosllano përveç që ka zbatuar luftën e klasave, sepse me rikthimin në pushtet në 1997, Fatosllano ka larguar nga puna pothuajse që të gjithë ata që kanë qenë të persekutuar politike, ka larguar djem dhe vajza të reja që s'ishin asnjë faj. Faji tyre i vetëm ishte sepse ishin bijtë e familjeve të persekutuara nga partia e Fatosllanos dhe nga partia e babait Fatosllanos. Të gjithë i ka flakur nga puna, përjashton ndonjërin që ishte ndonjë konformist edhe ndonjë servil i tyre dhe të tjerët i ka flakur nga puna. Djem dhe vajza të reja kanë marrë rrugë të emërtimit. Kur i ka reaguar Fatosllano. Fatosllano, kur ishte kryeministër, ndoqi e pasuroi luftën e klasave që vazhdonte Partia e Punës dhe Partia e tij, pasuroi me qasje të tjera. Ai futi elementin fetar në çështjet shtetërore, duke mbështetur një klane të zeza të viteve 1914. Fatosllano krye precedentin që të ushtrojë në Shqipëri terrorizëm shtetëror përmbi njerëzit që nuk i pëlqente Partia e Punës e Shqipërisë, përkatësisht Partia Socialiste e Shqipërisë. Partia Socialiste e Fatosllanos vazhdoi diferencimin politik të kundërshtarëve të tij të klasave, jo të kundërshtarëve. Kundërshtarëve ishin në opozita e Sali Berisht e tjerë, por ndaj njerëzve të pafajshëm që jetonin në fshat ose në qytet. Për shkak se u kishte bërë biografinë Partia e Fatosllanos, Partia e Punës së Shqipërisë, Partia e Enver Hoxhës, u ka bërë njerëzve biografinë. Jo siç e kishin ata në të vërtetë, por siç i pëlqente asaj partie. I quajti reaksionar patriotët shqiptarë. I quajti armiq fshatarësinë e pasur që mbanin me bukë Shqipërinë. Quajti tradhtar ata që kishin luftuar për të mbrojtur Shqipërinë në të gjitha kohrat. Ata që Ismail Kadarea u thot është ledhi që mbajti gjallë Shqipërinë. Këto partia e Fatosllanos i bëri armiq. I bëri tradhtar. I ka dënuar me burgime të rënda. Shumë prej tyre janë pushkatuar. Dhe akoma dhe sot nuk janë rishikuar vendimet e gjykatave. Unë e kam ngritur disa herë, kam thënë disa herë, po e them edhe këtu. Shteti shqiptar, që të marrë karakterin e shtetit demokratik, duhet të tërheqë akuzat dhe atyre që ka dënuar në kohën e Enver Hoxhës për tradhtim të adeut. Sepse nuk ka bërë asnjëri asnjë tradhtim të adeut. Se nuk mund të tradhtonte adeu një fshatar, sepse s'kishte çfarë tradhtonte. Një punëtor në ndërmarrje, çfarë do tradhtonte? Çfarë do sabotonte? Të gjitha këto, Partia e Fatosllanos e ka kryer shtetin shqiptar. E ka kryer shtetin shqiptar në një shtet ku zhvat gjysmën e popullit për të paguar pagat e militantëve të vet. Nëse këtu në një vend do vendoset drejtësia, gjëja e parë që duhet të bëjë këta terroristë duhet t'japin llogari deri në 1. Këta mund ta fshehin atë sepse kanë gjithë kalemxhindi, kanë aty me vete, u japin ai në Kock. Të gjithë këtyre u japin ai në Kock, i paguajnë me para ata që lehin atje nëpër ekran. Dhe këta që paguajnë me para për të mbrojtur kriminalët e komunizmit,
këta duhen denoncuar pa asnjë frikë dhe pa asnjë mëshirë. Fatos Nano ka rritur deri aty, sa e thot vet, ka marrë një hajdut ikonash dhe e bëri, ja imponoi shqiptarëve, bëri ministër të kulturës. Një hajdut ikonash me thonjë të paprerë, thot. Dhe një mason të poshtër e ka qenë. Një mason, kur ai e thot që mason, ky mason i kamur. Imagjinoni tani se çfarë i ka bërë Shqipërisë kjo klasë e degeneruar që quhet Partia e Punës e Shqipërisë, përkatësisht Partia Socialiste e Shqipërisë, me në krye banditët Fatos Nano dhe Edi Rama. Si ka mundësi? Gjafer, nëse më lejon, unë doja se këtë bisedë e bëjmë edhe për se ka shumë njerëz që ndoshta thonë ka qenë mirë Shqipëria në kohë të komunizmit e tjerë. Domethënë edhe për socialistë, të cilët erdhi një moment që e urryen Nanon. Edhe unë kam bërë një shkrim sot, që është botuar te Gazeta Impact, me titull Fatos Nanon e vrau Edi Rama dhe zionistët që në tetor 2005, ku tregoj pak a shumë ardhjen e Nanos në pushtet në 97-ën, e para projektimi i tij nga Lexhmia Hoxha. Domethënë se këta që e vunë Nanon të parin e Partisë Socialiste, e që unë kam qenë afër me këto qarqe të socialiste atëherë, nga që kisha në shkollë shumë nga këta militantët e partisë, edhe vendosja e Nanos në krye të Partisë Socialiste u bë nga Lexhmia Hoxha dhe grupi i Ramiz Alis e tjerë, sepse ata shpresonin se Nano do t'i mbronte ata nga urrëtia popullore. Dhe kur Nano del nga burgu në 97-ën, me grushtin e shtetit që greko-amerikanët bën në Shqipëri, ç'a ndodhi është që ndërsa socialistët, ata militantët që besonin atë Shqipërinë e Enver Hoxhës e tjerë, shpresonin që Nano do dilte nga burgu si një socialist, do sillte socializmin, ky u kthye në një bandit. Ky doli nga burgu me hajdutër, u shoqërua më pas me hajdutër, me bandit sikur Nehat Kulla, Feris Kernaja, Zan Çavushi e tjerë. Këtu mund shikoni një foto të Fatos Nanos në burg me Nehat Kullën dhe Feris Kernajën. Dhe pas daljes nga burgu, Nano që mori udhëheqjen e socialistëve, dhe unë e quaj këtë gjeneratën e parë socialistëve, apo gjeneratën e dytë të pasenveristëve, ky në vend që të rikthente atë shtet ndërtimin që kanë patur socialistët më herët, ky e ktheu Partinë Socialiste në një band të organizuar hajdutësh. Edhe më kujtohet si tani në vitin 2003 kam takuar Erion Braçën që e kam pa fshinj, edhe e pyes, i tham, si po shkojnë punët me Partinë Socialiste, apo u sjell Nano socializmin? Edhe ai më tha, hiç fare, tha, janë gjithë hajduta. Gjithë e kanë mendjen vjedhin. Përgjigjja e Braçës, ç'a më tregon mua? Më tregon që Nano kur vjen në pushtet në 97-ën dhe regjimi që ai instaloi, sikur ti e përmende, me patronazhistët e duke vazhduar atë urrëtitjen e cila nuk ishte ndoshta më aq e hapur si urrëtitje klasore, po ishte një revansh i këtyre bandave vllahu lab ortodokse që kanë patur pushtetin në kohën e komunizmit, të cilët në këtë kohë ju vërsulën të djadhëve, dhe në veçantë mbaj mend në vitet 97-98 ishte një urrëtie shumë e madhe për ata që quheshin malok. Se Berisha identifikohej me malokun, me gegën, me islamikun, dhe ky Nano që del nga burgu në 97-ën kthehet në një monster kundër të gjithë elementit musliman shqiptar, por veç juve të përsekutuarve. Këtu përmend një fakt për shembull se si në vitin 2003, kur Nano u vjedh vakëfet muslimanëve të Elbasanit, dhe muslimanët
protestojnë kundër vjedhjes së Namazjas në qendër të Elbasanit. Ai bën thirrje hajdutëve të Elbasanit që e mbështesnin atë, që mos votojnë ferexhet politike të kundërshtarit, por midis Haxhi Qamilit dhe Konstantin Kristoforidit të zgjedhin këtë të fundit. Nano kur vjen në pushtet Xhafer, se unë duhet të kapem pak në aspektin ideologjik të tij. Se mua ma ka thënë Blendi Fevziu, ma ka thënë para shumë vitesh, po e ka prik, nuk kupton më në emisione. E më ka thënë, unë nuk i kuptoj, thot, po janë ja 3 persona këtu në Shqipëri, thot, që kanë një urrëtie histerike për myslimanët, duke përfshirë edhe njerëz si puna ime, thot, që unë s'jam fare mysliman, thot. Ata janë Edi Rama, Ben Blushi edhe Fatos Nano. Edhe Nano sa po vjen në pushtet në 97-ën, deklaron që qeveria e tij do të fshinte historinë e 555 viteve të fundit të Shqipërisë, duke ju referuar periudhës osmane, dhe një vit më vonë ai deklaron që do të luftoj pa mëshirë krimin ordiner politik dhe islamik. Dua të them që lufta që regjimi Nanos risjell duke kapur aparaturën shtetërore, duke përsekutuar juve të përndjekurit, ishte një luftë që do të sulmojë në veçanti atë 75% e Shqipërisë që janë mysliman. Dhe unë e mbaj mend në vitet 2000, domethënë, krijohet një urrëtie masive nga regjimi i Nanos, ku rreth tij rreshtohen njerëz sikur Max Velo, Piro Misha, Edi Rama, Fiço Blushi, Ben Blushi, Spartak Ngjela, Fatos Tarifa, Damian Gjiknuri, Pandelim Majko, Neshat Thozaj, të cilët nga analiza që unë kam bërë në këtë shkrimin që kam bërë, them që nga që në vitin 2001 është edhe nisja e luftës kundër terrorit që nis presidenti Bush, Nano e përdor këtë luftën kundër terrorizmit për të sulmuar elektoratin e PD-s, ku në emër të luftës kundër të terrorizmit, regjimi i Nanos bën terror në të gjitha xhamit, në fondacionet islamike që kishte Shqipëria në atë kohë. Ai biles edhe tërheq Shqipërinë nga organizata e konferencës islamike, edhe sikur e ti e di, ja hapi vendin Greqisë edhe Serbisë, saqë kosovarët e quanin greku Nano. E futa këtë lloj hyrje Xhafer, se dua që përveç asaj që ju po thoni që ky fillon dhe sulmon ish klasën e të përndjekurve, unë e shoh sulmin e Nanos më të madh. Domethënë, ai ishte një njeri me histeri kundër myslimanëve. Nuk e di në je dakord me mua në këtë që po them. Po, unë thash që ai e futi në kulturën politike të pas 90-s, futi këtë ndarjen që ju e përmendët dhe vetë, deklarata që ai ka tek zëri Amerikës, deklaratat e ka në 97-ën, Nano është ajo që thatë ju, po e pohoj atë që thatë ju, që ka bërë deklaratë që do fshinte nga 555 vjet historitë dhe një kundërpërgjigje që ja ka dhënë qatë moment, qatë ditë, në mos ditën e nesme, ka qenë e Servet Plumit dhe i ka thënë dhe Dritra Golli që ky ka myshk në mjekër, për të thënë që fliste me gjuhën, për t'i lënë të kuptonte që atyre që dëgjonin që fliste me gjuhën e Mesjetës. Zoti Nano dhe klani i tij fetar, me një agresivitet të papar, i ka shkaktuar dëme të jashtëzakonshme kategorisë që, siç e thot dhe ju, siç ka thënë Fevziu juve, që nuk besoj fare, ai nuk është praktikant, dhe unë nuk jam fare praktikant i fesë. Nuk kam vetë, por nuk kam faj unë pse kam emrin e gjyshit, nuk kam faj shqiptarët pse, çfarë faj ka shqiptarët, për çfarë? Si mundet të dënosh tjetrin, ta heqësh nga puna, ta flakësh nga puna, vetëm se gjyshi i tij ka qenë i cilësuar kulak.
se gjyshi i tij pas ka qenë në administratën e Zogut. Edhe mban përgjegjësinë NIP-i, çfarë ka NIP-i e mbesa që do ta flakësh nga puna? A mos shteti shqiptar ishte Fatosnanos? A mos shteti shqiptar ishte Thanasnanos? Apo i Bemblushit? Apo i Dimitri Shuteriqit? Apo i Kristaq Ramës? Apo i Edi Ramës? I këtyre fashistave, për të përdorur një term të butë, se nuk kanë, por këta e kanë shkurë, siç e shikoni dhe ju vetë, se si është katandisur Shqipëria. Shqipëria është katandisur në një çiflik të këtyre terroristëve, që vetëm nuk kanë bërë shpalljen e kryqëzatave, ta bëjnë zyrtarisht një shpallje kryqëzate. Sepse po punojnë në Rogos. Duke qenë se këta po punojnë, ne jemi detyruar t'ia themi, t'ia bëjmë publike, që shqiptarët duhet ta kenë të qartë se çfarë bën Fatosnano, se çfarë ka bërë Fatosnano e Edi Rama. Nuk janë fare reformatorë. Janë thjesht ca terroristë që kanë shkelur mbi kufoma njerëzish, mbi fatet e njerëzve, dhe të realizosh këtë që kanë bërë këta Shqipërisë, nuk ja ka bërë as amiku më i madh. Nëse Vaso Çuprilović shpallte atë projektin e tij për dëbimin e shqiptarëve nga trojtë e tyre, nëse në 1913 mbrapa janë ato doktrinat për të konvertuar shqiptarët muslimanë, dhe ata që nuk do konvertoheshin të dëboheshin nga Shqipëria në drejtim të Turqisë, ne kemi për detyrë t'ia themi. Ky mund ta mbaj pushtetin, Pasar Sinanos mund ta mbaj pushtetin dhe derisa të vdesë. Edhe i biri i tij. Sa kohë që e ka lënë arsimin në këtë gjendje, që shqiptarët të mos dinë fare nga historia e tyre. Që t'i gënjej dhe të marrin, të veshin petkun e reformatorit, ata që flasin me gjuhën e mesjetës. Ata që mendojnë shqiptarët se jetojnë në mesjet. Që kërkon të bëjnë spastrim fetar dhe etnik në këtë Shqipëri, në këtë copë Shqipëri që ka mbetur. Dhe nëse Shqipëria e sotme është në këtë gjendje, është dhe për shkak të qeverisjes së Nanos dhe të partisë së zotit Nano. Ajo që mua më shqetëson qëndrimi i opozitës. Në jetën private e tjerë, ata, si çdo njeri, është ngushëllon atë çka familjen atij çka vdekur e tjerë, por nuk mund t'i japin. Nuk mund të flasë Sali Berisha në emrin tim. Nuk mund të flasë në emrin e votat tona. E të më japin të më quaj reformator një terrorist të luftës klasave. Një kriminal. Ai zotëria duhet zgjedh. Nëse ai mund të shpallë të ditën reformator, këtë doja nga Partia e Punës së Shqipërisë, nga Partia Socialiste. Por ne nuk kemi budallëj. Që me votat tona, 35 vjetë, se nuk janë 3 vjetë. Nuk janë 13 vjetë, janë 35 vjetë. Që ka marrë nga 500.000 vota, na 1 milion vota, dhe kur vjen puna nuk i ka përfaqësuar këto vota. Shqiptarët që kanë vuajtur në kohën e komunizmit, unë flas për ata që janë për miqtë e mi, unë kam miq shumicën e fisit tim, të miqësisë time, unë kam njerëz persekutuar. A di çfarë ka bërë? Partia e Enver Hoxhës, partia e Edi Ramës, partia e Thanasnanos, e këtij Fatosnanos. Fisin tim, zotëri, e ka lënë pa shkollë. Kur them fisin tim, jo fisin të gjithë kulakët që kanë qenë. I ka lënë pa shkollë, ka bërë genocid kulturor. Dhe Fatosnano nuk kërkoi falje, ose të thoshte, siç bëri Kwasniewski, ishte presidenti i Polonisë në atë kohë. Kur mori pushtetin, nuk kërkoi falje tha popullit polak për gjëmën që ka bërë për krimet që ka bërë Partia Komuniste, partia ime mbi popullin polak. Cili nga këta ka bërë? Cili nga këta ka bërë? Alfred Moisiu është akoma gjallë. Presidenti i Shqipërisë, një general, një oficer i komunizmit.
Dhe në karrikën e presidentit të Republikës së Shqipërisë bënte deklarata fetare në Universitetin e Oxfordit. Thoshte gjithë shqiptarët janë krishterë, thoshte nuk janë musliman. Këta terroristë që kanë shkelur laicitetin e shtetit shqiptar, e para një duhet ta kemi të qartë, Olsi, për ata që na dëgjojnë. Kjo klasë ndyrë politike e majta shqiptare, për të mbijetuar në politikën shqiptare, që nga Fatostano, Alfred Mojsiu, Edi Rama, Bemblushi, gjithë këta terroristë kanë shkelur laicitetin e shtetit shqiptar. Shteti shqiptar është krijuar mbi baza laike, sepse e vetma mënyrë që mund të qëndrojë sekularizmi. Nuk mund të flasë presidenti i Republikës me atë gjuhë. Nuk mund të flasë kryeministri në gotën e rakis, ai mund të pi tër ditën raki, mund të bëndelos të fiqos tër ditën. Por ato para jemi taksapagues jemi të gjithë ne. Janë gjithë shqiptarë taksapagues. Të paktën ne që jemi në Shqipëri, ne që kemi qëndruar këtu në Shqipëri që po jetojmë këtu. Ne jemi taksapagues, ne mbajmë këtë administratë. Ka vajtur dje zotri në një klinik për të bërë disa ekzaminime të shpejta sepse për arsye urgjente, dhe kur vjen puna, kur më prë faturën, ka vënduar të kokë. Dhe jam larguar me timbir. Dhe di pse, zotri, unë që kam punuar 17 vjet për mbaros gjyqësor. Skam aq lek sa të bëjë po të tjerët. Po fshatari që ka punuar dhe merr 80.000 lekë vjetra, merr pension. Dhe Fatosnanua jetoi 20 vjet në Vjenë. Me lekët që avolli shqiptarëve. Lekë shqiptarëve. Do të thënë, e kam fjalën. Pse vetëm kjo klasë? Pse duhet nderuar vetëm këta? Dakor. Po pse vetëm këta? Ta kanë vdekur në Shqipëri. Në Shqipëri kanë vdekur, po vdesin për ditë, vdesin djem të ri, vdesin vajza të reja, vdesin intelektual. Po a përmendet ndonjëri? Asnjëri. Xhafer, hapa këtë shpalljen e ditës di kombëtare që Edi Rama ka bërë, mund ta shikosh këtu. Është që nesër në datën 2 Edi Rama ka vendosur që në gjithë vendin do mbahet zi kombëtare, do organizohet ceremoni funebre shtetërore dhe humazh kombëtar. Në gjitha institucionet shtetërore do të ulet flamuri në gjysmë shtize. Në orën 12 në nder të tij do ndërpritet çdo veprimtari dhe do mbahet 1 minutë heshtje. Radio Televizioni Publik Shqiptar gjatë zhvillimit të ceremonialit funebër do transmetojë muzikë funebre. Shive çfarë ironie. Një kriminal si Fatosnano, një person i cili dogji Shqipërinë në 97. Një person i cili e futi vendin në luftë civile, ku luftonte jugu me veriun, që mbolli urrejtje fetare, një hajdut i cili e vodhi Shqipërinë, i shiti pasuritë e Shqipërisë, dhe thuhet ka marrë miliona dollar kur privatizoi bankën e kursimeve ndaj Raiffeisenit. 100% një kriminal që me lekët dhe gjakun e shqiptarëve bleu vila dhe jetonte në Vjenë, në Austri. Për këtë kriminal, Edi Rama nesër do të bëj zi kombëtar. Ama duhet përmend këtu edhe një detaj tjetër që e kam përmendur në shkrimin që tregova më herët. Ndërsa Nano do të ishte ai që do të rrisillte komunistët në Shqipëri në pushtet në 97-ën, në vitin 2000 kur ai mori Edi Ramën me urdhër të Rothschildëve, e mori nga Parisi ku ai jetonte si langaraq, e lau e veshi dhe e kandidoi si kryetar të Bashkisë Tiranë. Çfarë ndodhi është që brenda 4 vitësh ky gjarpër që Nano e rriti vet, u kthye kundër bosit të tij, e kafshoi, ku në bashkëpunim me Sorosin, me Rothschildët, me ambasadën hollandeze në 2004
Rama dhe Sorosi edhe krijuan mjaftin me Erion Velin, nëse mban mend, që ka qenë edhe fushata atëre mjaft apo nanoik, si ka qenë slogani, derisa me kërcënim Rama me gjithë Sorosin ia morën Partinë Socialiste Nanos. Dhe në shkrimin që unë kam bërë për gazetën Impact, unë them që Atos Nanon e vrau Edi Rama dhe zionistët që në tetor të vitit 2005. Sepse në tetor të vitit 2005, kur Nanos i morën Partinë Socialiste, Nano mori fund edhe përfundoi rrugëve të Vjenës me atë femrën që mori për grua dhe Amerikanët në një farë mënyre e dëbuan nga Shqipëria. Të gjeneratën që erdhi me Edi Ramën nga 2005-a, unë e shoh si atë valën e dytë të Partisë Socialiste. Se ndërsa Amerikanët e kërcënojnë Nanon dhe i thonë hik tani rri në Austri me gjithë Gjoanën që kishte gjetur në Greqi ose do të fusin burg, çfarë do bëj Rama pasi vjen në pushtet, që është që këtë gjeneratën e këtyre enverizëve që bën Partinë Socialiste, Gramoz Ruçin, Recep Mejdanin, Ilir Metën, Pandelim Majkon, Kastrioti Islamin, Servet Plumbin, Namik Doklen, Anastas Angelin e të tjerë, Rama do t'i zhdukit gjithë këta dhe do të sjelli zagarët e tij në Partinë Socialiste. Njerëz që nga Toni Gogu, Erion Veliaj, Sandër Leshaj, Sajmir Tahiri, Belinda Balluku. Dhe nga viti 2005 tetori deri vonë ka patur një armiqësi shumë të madhe dhe urrëtie nga Nano kundër Ramës, cilës nëse e dëgjove deklaratën që ka bërë Rama sot, thotë e përkujton vdekjen e Fatosit, thotë miku im i vjetër, thotë që u ribën prap miq. Domethënë me sa duket Nano tani para se të vdiste do t'i ketë kërkuar Ramës ndonjë favor. Ama ky dëbimi që i bëri Rama me zionistët Fatos Nanos në 2005-ën, dhe kjo ardhje e gjeneratës së dytë të këtyre socialistëve, për mua tregon në një farë mënyre edhe tragjedinë e jetës së këtij njeriu të cilin Nexhmia Hoxha e projektoi si personi që do ruante elitat komuniste dhe ndoshta do bënte ndonjë farë eurosocializmi, i cili jo vetëm që nuk u bë eurosocialist, po pas 97-s ai u bë Alibaba me 40 hajdut, u bë kryetar hajdutrish, dhe personi që ai solli në pushtet, Rama, do t'i haj kokën 2005-ën dhe të ta detyroj që të syrgjënoset jashtë Shqipërisë. Si e ke parë këtë konfliktin ndërmjet këtyre dy egërsirave? Po, atëre në 1991-shin, përkundër asaj që ne na thuhet që ne e dimë kujtun çfarë, në fakt Nanon e sollën po ata që do të sillnin Ramën pas disa vitesh. Nanon e sollën ata që dihet shumë mirë se kush janë, i përmendën Rothschildët me shok sollën dhe Nanon vet, sepse ata gjithmonë kanë qenë të pranishëm në Shqipëri, sidomos anglezët kanë qenë të pranishëm të gjitha ditët në Shqipëri. Nuk ka pasur hapësirë Boshe në 45 vjet që ne dimë sikur ka pasur hapësirë Boshe. Sikur nga të huaj, sikur kemi qenë vendi i pavarur dhe sovran. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Atëre, Fatos Nanon, ju dini shumë mirë që në ato kohra Ramiz Alia bëri një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e mbani mend? Po. Në 2 vjet përpara se të bërishin ndryshimet, ka qenë një dokument që thonë këta Katovica, e keni parë, e keni dëgjuar ku thonë Katovica, nuk ka Katovic të lindjes, ka Katovic të perëndimit. Po. Unë kam shkruar një vite më parë, kanë Katovic të perëndimit, që Ramiz Alia ja u tha sekretarëve të Komitetit Qendror.
Në një rrjedhë të ngushtë, 4-5 veta sa ishin ata, ja u tregoj, por jo të tjerëve. Të tjerët partia e tyre nuk do ta merrte vesh, nuk do të dinte çfarë. Është dokumenti në arkivin qendror të shtetit. Është biseda e Ramizalis me ata të tjerë. Fatosanon e sollën ashtu siç e tham pak më herët, sepse ishte krijuar PD-ja, kishte sepse perëndimi përkundër asaj që ne dimë ose që na është thënë ne gjatë, perëndimi nuk operon dot pa ka bazën fetare e para. Qytetërimi perëndimor është qytetërim fetar. Nuk është qytetërim shekullar e qytetërim laik, siç mund ta mendon idealistët, siç ishin blen ato vitet 90. Duke qenë kështu, Fatosanoa ishte më tipiku, më adapi për atë parti. Është parti e majt, parti kosmopolite, parti komuniste, parti antinacionaliste, parti e internacionalizmi proletar. Doktrina e saj është internacionalizmi dhe jo nacionalizmi. Duke qenë si e tillë, ishte perëndimi, ishte komode me partin, me internacionalizmin e Partisë Socialiste. Dhe vun Fatosano. Në krahun tjetër Berisha. Puna qëndron sepse Berisha nuk i përfaqësoi ashtu siç duhej ato klasa të cilët e mbështetën. Dhe pati koston siç e ka tani e ka koston e ka në këtë moshë. Nësa Fatosanoa e pati koston në 97-98. Pse e pati, mos në 98? E pati sepse revanshizmi i tij ishte aq i tërbuar sa kaloi në konotacion fetar. E tham një. Mblodhi kriminalët aty, kriminalët bën vrasje të mëdha që vranë dhe Azemajdarin. Atë që komunistët shqiptarë e realizuan nga janari 97 deri në 30 mars, 31 mars. U ju deshën 3 muaj komunistëve në Vlorë, ki pasysh rebelimi i Vlorës. Demokratët në shtator të 98-s e realizuan për gjysmore. Dhe e bën në anën që të ikte nga kryeministria të merrte rratinë të përfundote në Maqedoni. Ky ishte diskreditimi total i perëndimorëve, sidomos i amerikanëve. Ishte diskreditimi i tij përfundimtar dhe ata e nxorën nga skena politike Fatosano. Duke gjë se nxorën, futën në lojë kalin tjetër. Pandeli Majko, një njeri pa asnjë vlerë, ignorant. Zero. Pa asnjë kontribut, zero. Një bullgar ignorant. Dhe e bën kryeministër. Ose e futën Ilir Metën. Dhe e mbani mend shumë mirë se sa u soll me gërsi Ilir Meta kur ishte kryeministri, që bëri dhe arrestime në mes natës në zonën mund qendër të Tiranës. U kujtohet. Derisa tani e futën në burg. Dhe sa tani, mbasi i përdorën të gjithë këta, i arrestuan. Ne kemi thënë bashkë, në një video që kemi bërë para një 3 vjetësh. Që këta do të arrestoheshin, ja si arrestuan. Sali Berishën, Ilir Metën, Sajmir Tahirin, Ilir Beqen, të gjithë këta, shikoni emra që kanë. Do marrin edhe Belinda Pallukun. Vetëm Rama ka ngel. Belinda në gjithë këta. Do t'i qërojnë një për një, sepse këta janë ca ignorant, I përdorin dhe i hedhin. Janë ignorant, që nuk, do me thënë, ajo, gjyshin e asaj ja kanë pushkatuar edhe, këta ja kanë pushkatuar, i kanë hedhur trut në erë. Ajo shkon tani, dhe bashkohet me partinë që i ka vrarë gjyshin. E përdori Rama për të vjedhur lekë për të bërë tendë, tani do të fusin burg. E përdori Rama tani atë sa për të klani tyre vodhi, se klani tyre vjet, po të bësh një hulumtim, shqiptar, unë bëj pire se që kam thënë gazetari para shumë vjetësh, ndjes pas nuk është më tani. Dhe më tregonte që nga hulumtime që ai kishte bërë se si rezultonte. Më shumë se gjysmat e parave të buxhetit shtetit i merr klani i Edi Ramës. I merr klani atyre tulakëve me shok. Normal. I merr klani atyre, shqiptarët s'marrin që fare shqiptarët. Ai i përdor këta në përzyrat e shtetit për të vjedhur qytetarin, i përdor mjekët, që pastaj arrestojnë, dhe sot ishte arrestuar një mjek. Do me thënë, këta janë vetëm ca vjedhës sa hajdutur të rëndomë, dhe sa mafiozët janë këta.
Shikoj Shqipërinë e sotme, ti je në Malajzi, po dhe shikon shtypin shqiptar, media shqiptare. Shikoj si ka ta nisur Shqipëria. E depopulluar në shkatërron. Megjithatë, Xhafer, Kanë domethënë, depopulluar. dëgjoj, Kjo është arsyeja që ata hoqën këtë kal karroce, hoqën atë edhe sollën Ramën. dhe sollën Ramën. Megjithatë, Duke qenë si nga karakteri, duke qenë arrogant, i pa skrupull, i pa cip, i të gjitha të zezave, ky është i pa, nuk është njeriu më i përshtatshëm për ato klanet e atyre. Kjo, dhe shikoni produktin, sidomos, dy sektor të rëndësishëm të Shqipërisë, sistemi arsimor dhe sistemi shëndetësor i ka shkatruar me themel. edhe ndërtimin, edhe bujqësinë. Ai s'ka lënë gjë pa ka shkatëruar. Pa i shive çka i ka bërë ndërtimin, ai i ka çuar çmimet në Tiranë 3.000 euro metër katror. Është më shtrenjtë se sa New Yorku. Se bëhet kjo Xhafer? Kjo bëhet që brezi i ri, që fëmijët tanë mos kenë mundësi të jetojnë në Shqipëri. Domethënë pronat në Shqipëri do merren vetëm nga bankierët zionistë, sepse ti si një çift i ri 20 vjeçar që do të ndërtosh familje në Shqipëri, ku do t'i gjesh 200.000 euro që të blesh një apartament, ku do shkokën. E kupton Xhafer? Kush është filozofia këtyre? Filozofia këtyre është depopullimi i Shqipërisë. Megjithatë, Xhafer, unë dua që të ndërpres vetëm për një moment, dua të krahasoj pak Nanon me Ramën që e bëj edhe në shkrimin tim. Është që këta që të dy u përdorën, domethënë Nanon sigurisht e përdorën Rothschildët që në 91-shin, por Berisha u hapë qafe e nxorën nga burgu e sollën amerikanët me grekët në pushtet dhe e përdorën deri në 2005, pastaj në 2005 i thanë hiq largohu. Dhe i sollën Ramën. E përdorën, sigurisht tregoj në shkrimin tim, Nanon e përdorën për dy gjëra, edhe kanë thënë amerikanët, ka dokumenta. Domethënë grushti i shtetit që u bën në Shqipëri në 97-98 u bë që të largoheshin djegët dhe djathtët e Berishës, nga që këta ishin pro Kosovës. Amerikanët nuk donin që kishte grupe shqiptare që të hynin në luftë për pavarësinë e Kosovës, se donin që Kosovën ta kishin koloninë e tyre, jo që të ishte pjesë e Shqipërisë. Dhe në dokumentet e Kongresit Amerikan, mbaj mend i kam patentuar kur isha student në 97-ën, ishte domethënë politika amerikane që duhet sillshin në pushtet grupin e këtyre vllahë ortodoksëve, ka që thonin këta kanë ndjenja miqësore me Serbinë, janë armiq me kosovarët dhe kështu nuk do bëjmë problem për planet tona për luftën që do bënin në Jugosllavi. Por rëndësia e Nanos në sytë e amerikanëve, për mendimin tim bie pas luftës të Kosovës në 99, se ata e siguruan Kosovën, e kthyen në protektoratin e tyre, dhe mënyra se si Nano qëndron në pushtet nga viti 2000 deri në 2004 ishte duke ju bashkangjitur luftës amerikane kundër terrorizmit, që ishte luftë kundër islamit. Në Shqipëria, sidomos në kohën e Fatos Nanos, kthehet në bazë të cilat për të bërë ato që quheshin rendition flights, ku rrëmbeheshin qytetarë në përgjithë botën edhe të torturoheshin nëpër bazat amerikane. Dhe Pandeli Majko hapur e ka thënë këtë gjë, që po, ne kemi bashkëpunuar me amerikanë. Nano e përdor islamofobin, sulmin kundër komunitetit musliman, kundër xhamive, kundër besimtarve, që t'ja tregonte pak a shumë amerikanëve që nëse donin ndonjë bir kurve, ai bir kurve jam unë dhe jam i gatshëm që t'ju shërbej. Por Nano, sikur them në shkrimin tim, ka qenë më tolerant me armiqt se sa Rama. Për shembull, unë kam pat botuar një revistë në vitin 2005 që quhej Impact Ndërkombëtar, edhe në një numër të revistës, nuk e di pse sulmoja Nano, nuk e di se ç'kishte bërë ca arrestime besimtarësh, edhe e quaja bir kurve, biri kurvës amerikanëve. Edhe mbaj mend atëherë myftiu i Tiranës, Bledar Myftari u trem shumë nga unë, nga që thoshte Ulçi sa del ajo revista jote, shkojnë direkt të dy
roje të Nanos në bibliotekë, e blejnë revistën dhe atë çojnë Nanos në zyrë. Po Nano nuk më arrestoi mua, nuk më bëri atë që më bëri Edi Rama në 2020 kur më arrestoi për peticionin që bëra për vrasjen që po i bënin Imam Genci Ballot. E du them, ai e përdori islamofobin, po ka qenë për mendimin tim, ndoshta ti mund të kesh mendim tjetër, domethënë, ka qenë pak më i butë se sa Rama, se për mua Rama duket shumë herë më mizor. Por kur shoh këtë ciklin e historisë, se ç'a ndodhi me këtë gjeneratën, se unë nuk i quaj komunista, nuk kanë, për mua është gabim t'i quash ta komunist. Unë domethënë këta mund t'i quash pasenverist, se këta domethënë njerëz si Nano, si Majko, si Kastrioti Islami, si ky Gramoz Ruçi, ta ishin bite e Enverit, domethënë këta nuk ishin komunistë, të ishin komunistë nuk do bëheshin pjesë me bandat edhe me kapitalizmin edhe me egërsinë e tregut. Por kjo gjenerata e Enver Hoxhës, që enveristave, që ishte ky grupi i Nanos, çfarë ndodhi është se në 2005 kur Rama ja merr pushtetin, Rama u ha kokën këtyre, e shkatron, domethënë Partia Socialiste sot nuk është më partia e Fatos Nanos. Në këtë grupin e Nanos i quaj nanoist. Dhe ç'a bën Rama kur vjen në pushtet? E shkatron grupin e nanoistëve. I fundit që ai hoqi ishte Gramoz Ruçi, të cilin e mbante nga që ai kontrollonte bandat e Tepelenës, dhe e mbush partinë me këta pederastët e rospijet e çam mbledh këtu nëpërmjet fondacionit Soros drogaxhive, edhe bën një parti socialiste të re. Kjo është partia e pa vlerave fare. Ama të bën përshtypje se amerikanët e përdorën deri në 2005 dhe i thanë hiq largohu. Dhe tani unë me këto arrestime që po bën Spaku, ku qeveria e Ramos është domethënë është, nuk e harrova termin se si quhet në shqip, kur ke zjarr dhe i hedh një gur zjarrit edhe dalin ato, ç'a termi përdoren në shqip? Kur hapërdahen, kosovarët thonë hapërdahen, po se kemi një termin në tosperisht. Çfarë temi është për hapërdahen? Xhafer? Përse ishte fjala se s'po dëgjoj mirë. Po tani jam dëgjon? Po. Si themi hapërdahen ne në tosperisht? E di termin hapërdahen që e kanë kosovarët? Shpërndahen për hapen. Shpërndahen, po një kështu ka lafytena, një term më kështu, më brutal. Gjithsesi, dhe dua të them që ndërsa Rama do t'ishte ai që shkatroi partinë nanoiste, pasi vjen pushtet 2005, tani çfarë po i ndodh është që Spaku, që amerikanët krijuan, po shkatron partinë ediramiste. Se nga Belinda Balluku, nga Arben Ahmetaj, nga Sajmir Tahiri, nga ky Koka, gjitha ministra që po i përfundojnë në burg Ramës, nëse e shohim me atë shikimin që francezët e thonë longue durée, afatgjat, unë po shoh që edhe kjo gjenerata e dytë e socialistëve, nëse Nano përbënte gjeneratën e parë, edhe kjo po shkatrohet. Nuk e di, a je dakord me mua? Sepse do më thënë, unë e di çfarë pres, nëse duan amerikanët apo kushdo që i shndron brapa Spakut, unë pres që ndoshta për punë pak kohësh ne do shohim edhe Ramën që të përfundojë aty ku është Ilir Meta. Se me ç'a unë arrit kuptoj është që ajo dora e fsheh që njerë sjell Nanon, e heq Nanon, njerë sjell Berishën, e heq Berishën, njëherë sjell Ramën, e heq Ramën, unë dyshoj që ajo dora e fshet që luan me politikën shqiptare, tyre u jep një cikël. Domethënë sa ishte cikli i Nanos në pushtet nga 97-a 2005 nuk ishte shumë, ishte rreth 8 vjet, ndërsa Rama ka ardhur në pushtet në 2013, tani po bën 12 vjet, por unë mendoj që edhe cikli i këtyre ediramistëve po vjen drejt fundit. Paktën kështu unë e shoh. Domethënë, imagjino Erion Veliaj, krye zionisti, që i shtiu në mendje Ramës, se Rama ka qenë idiot, nuk i dinte këto gjëra. Ishte Erion Velia me Toni Gogun, me këta evangelistët zionistë që e çuan Ramën te izraelitët.
Por imagjino kur Erjon Velia ka përfunduar në burg, personi i cili ishte arkitekt i shkatrimit të Nanos, e mban mend besoj, lëvizjen mjaft, kur dilte ai thoshte Nano që u tremte Nano atëherë, amon më i thoshte. Dhe unë kam qenë dëshmimtar si u themelua mjafti, nga që në atë kohë shkoja te kapja e Ervin Hatipit, ka pat një kapje aty te Nën Xhuxhat, aty ku është bërë kull tani te rruga Elbasanit, edhe Erjon Velia merrte lekët tufa nga ambasada hollandeze, edhe i numëronin lekët qash, edhe rekrutonin njerëz. Po dua të them që unë po shoh një cikël, domethënë, unë mundohem që ta shikoj këtë historinë e këtyre enveristo, nanoisto e diramistëve si një histori ciklike. E kemi Enver Hoxhën, i cili mbjetoi deri në 85-ën, për sa vite mbjetoi ai? Për 40 vjet, pak a shumë pushtet. Kemi këtë ciklin e Ramiz Alis, i cili mbjetoi për vetëm 6 vjet, ra kjo elita e Nexhmijës me Ramizin. Erdhi cikli i këtyre nanoistëve që ishin bijtë e këtyre komunistëve. Ky nuk arriti që të mbjetoj nga që ra komunizmi, u sollën këta Gramos Pashko, Sali Berishat, por rierdhi në 97-ën Nano dhe në 2005-ën i përfundoi misioni, dhe kemi ardhjen e këtyre e diramistëve, po unë e shoh që edhe ky cikël po përfundon. Nuk e di, apo më kupton dot, se po mundohem që bëj një shikim afat gjatë dhe të arrit kuptoj se si këta zionistët, sepse unë nëse pe shkrimin që kam botuar te Gazeta Impact them që Nano nuk vdiq nuk vdiq tani 2025-ën, po them Nanon e vrau Edi Rama dhe zionistët që në tetor 2005-ën, se për mua Nano u vra në tetor 2005-ën. Kur i morën Partinë Socialiste e dëbuan nga Shqipëria. Domethënë, unë di që amerikanët e kanë kërcënuar, i kanë thënë do të fusin burg, se e dinin që ishte hajdut, por i thanë, më mirë merre këtë femrën Joanën që e ke gostre që i gjetën në Greqi, lek e bër, shko ble shtëpi në shtëpi në Vjenë, edhe din në pension. Ai ka qenë vdekje klinike për mua. Po, ose ka një, ta sqaroj një për atë që them, kur unë përmend termin komunist, kam parasysh jo komunizmin doktrinar. Po, ta që quhen janë ignorant. Ta ignorant dhe nuk kanë lidhje këta me komunizmin doktrinar sipas teorisë Marxit, ato teoritë e tjera që janë pastaj të Hegelit e filozofë të tjerë të së majtës. Por unë e kam sepse komunizmi shqiptar që është në kryet herës, që në fillim është filozofia e komunistëve shqiptare, është urrejtja. Ta thjesht urrejtje pa shkak. Ty të urren pse je nipi filanit. Po. Është tribalizëm, është tribalizëm. Është tribalizëm, këta në tribal, por që këta vëru një në krye të tyre, nuk ka rëndësi. Ishte Enver Hoxha, Ramiz Alia, Fatos Nano, Edi Rama, një tjetër nesër. Këta janë një kope që nuk shkojnë bas ati njëshit, për këta ka vlerë vetëm njëshi. Të tjetë janë zero mbrapa, dhe këto zero më mbrapa marrin vlerë vetëm nga njëshi. Dhe këta kanë filozofinë e urrejtjes, po ta shikoni me vëmendje. Normalisht nuk e kam studiuar këtë se kam botuar libra për periudhën e komunizmit në Shqipëri. Çfarë kanë? Këta shikoj sistemin e biografive, dy ligje, komunizmi shqiptar, Partia e Punës e Shqipërisë, Partia Socialiste, që është sot, është ndërtuar mbi bazën e sistemit të biografive. Ti mund të jesh djalë shumë i mirë, ti mund të jesh vajzë shumë i mirë, mund të jesh e talentuar, mund të jesh i aftë, por ti je mbesa e filanit, ti je biri filanit, ky s'është joni. Pra këta thonë ne dhe ata, duke qenë se thonë kështu kaq thjesht dhe kaq në mënyrë të thjeshtëzuar, perëndimorët ose qarqet si judaike, Rothschildët e Sorosi me shok, e kanë shumë të thjesht për t'i manipuluar dhe për t'i flakur tej si lecka. Pse? Kryeministri e mani një të rinj, po Mehmet Shehu, kryeministri Mehmet Shehu, në duket në pamje të parë ishte shumë i fortë, se edhe ishte shumë punëtore, ishte shumë i fortë. Por na historia që marrin vesh, vrau veten burri më i fortë i Shqipërisë, vrau veten
Pse? Ose e pranë. Ai e dinë shumë mirë që antarësia e asaj partie ku ishte ai shkonte mbas njëshit. Nuk shkonte mbas dyshit. Shkonte mbas njëshit. Fatosnano e dinte shumë mirë që në moment që do të binte, do flake si leck, siç e keni thënë via aty që ka rënë në Tetor 2005. 2005. Rama e di shumë mirë në momentin që do ta hedhin poshtë, që të gjithë këta që i shkojnë brapa, do ta braktisin, do ta përshtyjnë, do ta rrajnë në fund fare, do ta rrajnë. Sigur e bën Erion Velis. Edhe ta vrasin. Erion Velia nuk e dinte. Sami Tahiri nuk e dinte. Belinda Balluku nuk e di. Ta nuk e di pse, këta njerëz të palexuar. Këta njerëz s'kan haber fare, këta janë catërinj që në 97 ku ndodhi revanshizmi komunist, në 97 revanshizmi, po heq atë fjalën komunist, po i quaj revanshizmin. Revanshizmi nanoist. Unë preferoj të përdorim nanoist. Po nanoist. Këta kujtuan tani se erdhi, çfarë çfarë ta, ai ke parë mendsimin këtu, ai një. Ta. Erdhi koha jonë. Po. Erdhi koha, çfarë bën? Në vitin 97 ka vranë demokrat. I kanë vrarë njerëz që nuk u kishin bërë asgjë. Asnjë gjë të keq. Gramoz Ruçi ishte koha e këtyre e bandave. Të gjithë kanë emra demokratësh, janë me qindra që janë vrarë. Kanë vrarë. Po Gramozi drejtonte. Po pra, ai drejtonte, pa ai kishte dosjet, ai ka regjistrat. Ai ka regjistrat. Pse zhdukën këta dosjet? Ja zgjesuan. Është një shërbim për partinë tha. Zyri Floramizi, shefi i sigurimit, edhe zëvendësi i punët bërë në atë kohë. Çfarë ndodhi? Ta nuk e din. Asnjë nga këta. Belinda e pa bie se si përfundoi Belinda në SPAK. Belinda nuk ka, se duke qenë këta njerëz kështu më rastësor. Po shkon te partia jon, si Kadria Zbiu që thoshte partia ime më vret, thoshte, partia ime më arreston, thoshte. A thua se partia e tij do të arrestonte, do të jepte në lule, në tuf lule atje, nuk e dinte që do t'i fuste plumin mu në ballë. Ndërsa Enver Hoxha ka pardise atje dhe këta votonin e përqafonin e i puthnin këmbët Enver Hoxhës, Enver Hoxha i pushkatonte. A di sa komunist ka pushkatuar Enver Hoxha? A dini sa të rinj e të reja ka vrarë Enver Hoxha? Partia e Enver Hoxhës, partia e Fatosnanos dhe partia e Edi Ramës. Kur t'i thonë këta, këgënjen këta që na quajnë parti socialiste, është parti terroriste. Se po t'ishte Fatosnano e tillë, po t'ishte vërtet demokrat, liberal, po t'ishte socialist liberal, ja parë që bënte, distancojë nga Enver Hoxha. A keni gjuar në fjaliu nga Fatosnano për Enver Hoxha? Është baba jonë. Pra janë këta, a keni parë se si thot ky tjetri, ky që sot. Ky thot, baba im thot ka mbajtur thot rrugën e drejt historisë, në shetë krahun e durt historisë. Edhe baba im ka qenë luftë, po them. Edi Orsi Azegji. Po am ke dëgjuar më një mua të them që ka mbajtur anën e durt historisë, a di si kanë thënë babai tim? Sa ishte gjallë. Mirë këta se i kuptoi këta të tjerët, mirë këta. Po ti ku shkonje? Po ti pse u bashkoi me këta? E di si më thoshte. Ishin anglezët dhe amerikanët ta. Ne nuk na priste mendja se anglezët dhe amerikanët do lini komunizmin në Shqipëri. Ja këta janë ata. Ta janë Orsi. Xhafer, dy gjëra. E para, domethënë, gjyshim ka qenë partizan sigur baba jot. Ata kur luftuan në emër të Adeut, dëshirojmë Adeun etj dhe nuk e dinin sigur baba jot se çfarë do vinte mbrapa. E dyta, kur thot Rama, baba im ka qenë anën e duhur të historisë, unë mendoj që ai ka parasysh që ai ka qenë me pushtetin. Prandaj thashun që për mua përdorimi për kësaj termit komunist apo socialist është shkencërisht gabim, se sigur e the edhe ti se këta nuk e kuptojnë ç'është komunizmi dhe socializmi. Po këta janë njerëz sigur e the ti mbas të fortit. Sigur ishin mbrapa Enverit, mbrapa Nanos, mbrapa Ramës. Dhe Rama është njeri që u rrit në shtinë e Enver Hoxhës, ka edhe histori me këto fisin e Enver Hoxhës, me femra, me gjëra,
hynte karrikën e Enver Hoxhës, dhe sa po ra pushteti, i donte me u fut në Partinë Demokratike. Se, domethënë, për këta persona, i rëndësi ka pushteti, këta janë njerëz pa ideologji. Domethënë, Kristaq Rama të vriste në emër të Stalinit, kurse ky thotë kemi armik Rusinë e Stalinit. Domethënë, këta janë zvarranik, këta nuk kanë tyll vertebrale, nuk qëndrojnë të drejtë, nuk kanë ideologji. Por unë dua që të kuptoj, domethënë, pak a shumë si e sheh ti, si do jetë përfundimi i Nanos, i këtij Ramës. A jemi në fundin e ciklit të Ramës, apo do të mbjetoj akoma ky zvarranik? Si e shikon? Përkundër të tjerëve që thonë jo do t'i hapin, i ka hapur çështje Spaku e kujtun që presin ta arrestoj Spaku, e presin ta heqin amerikanët, e presin ai, unë them ka mendim krejt tjetër. Nuk do ta largojnë Fatosna këtë Edi Ramën nga pushteti. Zero. Ata jo se duan Edi Ramën. Ata Edi Ramën, ata e mbajnë ashtu si mbajtën aq kohë sa mbajtën Fatosnanën. Ata duan që në Shqipëri nuk duhet të ketë lëvizje konservatore. Në Shqipëri nuk duhet të ketë elemente patriotë në thojza nacionalist, që si duash. Sepse atyre nuk u konvenon. Nuk duhet të ketë njerëz që duan shqiptarët, thjesht, që duan atë. Po, ata nuk, pendimit, qarqeve të pendimit, i intereson vetëm sundimi, çfarosja e shqiptarëve në fundit fare, që në vitet 30 është bërë një plan atëre, është bërë një plan nga anglezët, nga një gazetar anglez, për një shtet të dytë hebrejve. Dhe kjo ishte projektuar Shqipëria. Në kushtet e sotme, globale, sidomos lindjen e mesme, para këtyre 2 vjetëve genocidit në Gaza, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur ajo që Shqipëria ishte projektuar si një shtet, ndaj po bëhet shpopullimi i popullsisë. Shpopullimi i shqiptarëve nuk po bëhet rastësore, po bëhet për ta lënë këtë vend bosh dhe për të ardhur për të zëvendësuar me popullsi të tjera. Se kush janë ato popullsi të tjera, është lehtësisht që merret me mend të s'kesh nevojë për ta thënë. Sa kohë që do të realizojnë këto plane, Edi Ramës nuk do të hyjë gjë më këmbë. Çfarë mund të zgjidhet? Çfarë mund të bëjmë? Forcat patriote në Shqipëri, të lira, që si duar demokrata, nacionalista, patriota, të gjithë këta, duhet të ngrihet të mbrojnë ateun e tyre. Vetëm këta mund të rrezikojnë pushtetin e Ramës dhe horrat, po i quaj me plot gojën, horrat e perëndimit që ne na marrin për kamje. Shqipëria është vend i vogël, por nuk është ka ta ndisur shqiptarët dhe në atë deregje sa ti marrin ca laro nga perëndimi e tu marrin atë dheun e tyre. Se të parë tanë ka luftuar për këtë vend, për këtë atë dhe. Nuk ka luftuar për lek, siç marrin këta, po ka luftuar për këtë atë dhe, për të ruajtur tokën shqiptare, sepse mbi tokën ngrihet shtëpia, ngrihet mirëqenia. Ajo që na duhet harmonia brenda shqiptare dhe jo të krijojmë mite të reja për ca maskarenj. Që sa kanë qenë gjallë, nuk kanë lënë gjë pa i bërë këtij vendi dhe këtij populli. Sa kanë qenë gjallë, sa ka qenë gjallë. Armiq të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Po, prandaj dhe them që Edi Rama do ta ketë pushtetin të gjatë në Shqipëri, sa kohë që shqiptarët, sa kohë që ajo parti, nëse atje ka njerëz, nëse ka mbetur në njëri atje që të jetë, sepse idetë e tyre që nxjerrin këta të majtët, që janë ca të majtë që thotë unë thot ai jam thot nip thot e filan thot, është njëri nga këta televizjes. Është nip nëpërmet tek një familje. Daja e tij ka qenë i burgosur politik nga 12 vjet, po ka qenë hero i vërtet. Ndërsa nëna e tij është, ky është nip atje dhe ky është i majt, prap, ka krijuar lëvizje të majt. Se këta nuk krijojnë dot lëvizje të djata, këtë lëvizje nacionaliste, patriote, liberale, të lirisë. Jo, ta shkojnë atje. Se shkojnë atje ata, se këta kanë urryer edhe pse ka pasur nënën nga familje të përsekutuar, ai u rrën dajën e vet andej.
ai mban anën e këtyre. Dhe nga këta, populli shqiptar nuk do të presë asnjë gjë të mirë. Zero. Ndryshime nuk ndodh. Zero. E keni parë vetë këto kohë të fundit, mbas u bën zgjedhje. Se si dolën ata vendosin kushinjtë e tyre për të bërë deputet. Nga këto lëvizje nuk i vjen gjë e keqja Ramës kurrë. Ramës i vjen e keqja nga njerëz të ndershëm dhe nga njerëz që duan këtë vend. Dhe jo nga prandaj unë nuk shikoj ndryshime nga parti. Do të iku nano, do iki një nano tjetër, do bën deri kombit, do bën gjithfarë, sa të vijë në forcë tjetër ose një brez tjetër që t'ja marrë dhe këto dekoratat e këto tjera, t'i hedh atje në koshplerat, t'ja hedh në koshplerat dhe të mos i njohin. Edhe me që thatë ju që e kanë shpallur ditëzie kombëtare, po sigurisht socialistët e çan këta kanë të drejtë që të bëjnë ta shpallin dhe jo një ditë, një javë, sa të duan këta. Por ne të tjerët që s'kemi lidhje fare me pushtetin e Fatos Nanos, nuk na imponon dot fare, madje mund të ngrinë njëri në janë të përlante pushtetit aty. E ke fundit fare. Sepse ata nuk kanë lënë gjë pa bërë kundër nesh, kundër familjeve tona. Na kanë masakruar gjyshin, baban, neve, fëmijëve tanë që i kemi përzënë jashtë Adeo, që kanë ikur larg Adeo. 4 breza nga një parti që quan veten socialiste sot, komuniste, puniste, socialiste. Çfarë nuk thon këta? Vetëm për të zhvatur pjesën tjetër të popullsisë. Pjesën tjetër të popullsisë që këta kanë persekutuar pa asnjë mëshirë. Si nuk flas vetëm persekutuar para 90, se edhe ju që jeni larguar nga Shqipëria për arsye persekucioni, jeni larguar se ty të hapën dosje, të hapën çështje penale. Po persekutim pa quhet ai. Më hoqën nga universiteti. Më hoqi Rama, çoi Lindita Nikollën, më hoqën nga puna. Nga universiteti. Të gjitha këto janë forma të rënda persekutimi në Adeun tënd. Dhe të persekutoj qeveria që ka për detyrë të mbrojë. Janë armiqë, por ata janë armiqë shqiptarëve. Çfarë do na mbrojnë ata? Ata janë aty që na gjobisin, na vjedhin taksat, na dëbojnë nga Adeu. Ne e tham deri tani që ata janë me mision. Ata nuk rrinë kot në pushtet. Xhafer, unë dua të të falenderoj shumë për këtë bisedë informative që bëm me njëri tjetrin, ku analizuam vdekjen e Fatos Nanos dhe nderimet që regjimi i Edi Ramos, i cili e vrau figurativisht Nanon në tetor të 2005-s që po i bën sot, dhe unë munduam që të analizojmë fatin e keq të shqiptarëve me këtë regjim që sundon me emrin e Partisë Socialiste, por që nuk janë socialistë. Dëshira ime do të ishte që fatin e Nanos ta kishte edhe Edi Rama. I lutem Allahut që ose ta heqi nga pushteti ose të përfundoj sikur Fatos Nano në varr dhe më pas në xhehenemin që Allahu ka krijuar për njerëz, xhindet dhe gur, por ne nuk e dim kaderin e Allahut, se si Allahu e ka shkruar historinë. Megjithatë, për shikuesit tanë, unë do doja që të konkludoja duke thënë që Fatos Nano është një nga figurat më të errëta dhe të urryera të Shqipërisë. Me Xhaferin e bëm këtë bisedë nga revolta që po kam, kur po shoh se si mediat që regjimi Ramës ka kapur në Shqipëri janë duke e glorifikuar një njeri me një të kaluar kaq të errët, një njeri kaq të urryer për shqiptarët. Xhafer, do shtosh diçka para se ta mbyllim? I tham. Mirë, Xhafer, faleminderit shumë, miq, ju falenderoj gjithëve, kudo që jeni. Selam aleikum.